jemi duke folur për Salihun alayhi salatu wassalam dhe popullin e tij Thamud. Në mësimet e kaluara folëm për ajetet kuranore nga sura El-Hijr, ajetin 80, 81, 82, 83 dhe 84, 5 ajete. Që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Xhelal të vazhdojmë me 90 ajete të surës Ash-Shuara. 19 ajete në surën Shuara, nga ajeti 141 deri në ajetin 159. Ajete të cilat flasin për Salihun alayhis salam dhe ballafaqimin e tij me popullin e tij Thamud. Shohim se çka thot Allahu subhanahu wa taala në këto ajete kuranore, që pastaj të kthehemi dhe të shohim do thot kuptimin e këtyre ajeteve kuranore dhe normalisht pastaj edhe mesazhet e përgjithshme që pastaj të kalojmë edhe tek tefsiri i këtyre ajeteve kuranore. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Shuara: Kadhabat Thamudul mursalin. Populli Thamud i përgënjeshtroi pejgamberët. Idh qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Kur vllau i tyre Salihu u tha atyre, pse nuk jeni të devotshëm, pse s'keni frikë Zotin. Inni lakum rasulun amin. Jam pejgamber besnik i Zotit tek ju. Fattaqullaha wa ati'un, andaj ju keni frikë Zotin dhe nënshtrojuni urdhrave të tij. Wa ma as'alukum alayhi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. Nuk kërkoj për ju shpërblim për këtë që e bëj. Shpërblimi im është tek Zoti i gjithësisë. Atutrakuna fi ma ha huna aminin. A mendoni se do të braktiseni të jetonin këtë vend banim tuaj të sigurt? Fi jannatin wa uyun, në kopshte dhe lumej dhe burime, kroje. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim, në ara me bereqete edhe fusha me pemat palmës me fryte taze. Wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin, duke vazhdu të gëdhenni shtëpijat në gur, në shkëmbi, me një zanat dhe prezitet të lartë. Fattaqullaha wa ati'un, keni frikë Zotin edhe atë respektone. Wala tuti'u amra al-musrifin, dhe mos ju nështroni vendimeve, urdhrave të Paris, e cila i ka kalu krejt kufit. Alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, ata që bëjnë fesat në tokë, çorodi dhe nuk rregullojnë asgjë. Qalu innama anta min al-musahharin, i tha populli Salihut, ti je prej magjistarëve. Ma anta illa basharun mithluna, ti nuk je gjë tjetër përveç se një njeriu sikur se ne. Fati bi ajetin in kunte min as-sadiqin, na sjell një mrekulli, një argument, nëse je i vërtet në atë që e pretendon. Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Kjo është deveja e cila u kriju në mënyrë specifike, e cila doli nga shkëmbi, nga guri. Edhe kjo do ketë ditën e caktuar për të pi ujë dhe ditë e caktuar do jesin për ju. Wala tamassuha bisu'in, mos gaboni ta prekni me të keqe, ti bëni keq. Fa ya'khudhukum 'adhabu yawmin 'adhim, e t'ju vjen dëshkimi një ditën e madhe. Fa aqaruha fa asbahu nadimin, e kjo kërkesë e Salihut ata e kuptuan si provokim. E thellën këtë deve dhe pastaj u bën pishman se e pan se ka me asel kobin e zi. Fa akhadhahumul adhabu
e u erdhi ndëshkimi i Allahut. Inna fi dhalika la aya. Krejt kjo që ndodhi është argument. Wa ma kana aktharuhum mu'minin. Edhe pse shumica e tyre nuk ishin besimtar. Wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim. E Zoti yt është ai që është krenar edhe është i mëshirshëm. Për këto 19 ajete të surës Ash-Shu'ara, ku edhe një herë përmenden gjëra të ngjashme nëpërmes të cilave tentohet të prezantohen momentet më interesante nga ballafaqimi i Salihut alayhis salam me popullin e tij Themud. Edhe këtu Allahu Dhu Gjelal tregon se pejgamberët vinë nga gjiri i popullit dhe janë të njohur nga populli i tyre. Dhe vinë edhe u flasin me gjuhën që ata e kuptojnë. Edhe vinë për të ndryshuar jetën e tyre, jo që të fiton pejgamberi, e as që të fiton Zoti, po të fiton njerëzit. Edhe kjo është ajo që na shtyn gjithë neve muslimanëve sot, që të mobilizohemi edhe të entuziazmohemi në fushën e thirrjes islame. Domethënë, këto duhet me qenë arsyet pse ne muslimanët duhet të jemi, do thotë, mobil, të lëvizshëm edhe energjik në pjesëmarrje në projekte për të thirrë njerëzit në islam. Për të thirrë njerëzit në islam do të thotë edhe muslimanët gjunahçar, po edhe jo muslimanët. Këtë na duhet me thirrë në islam. Pse kjo? Për dy arsye kryesore. E para, se ne e duam Allahun ma shumë se çdo gjë, madje ma shumë se jeta jonë, edhe përderisa ne e duam Allahun kështu, e duam çdo gjë që e don Allahu. E s'ka dyshim, domethënë ne e duam fen që është udhërrefyes për njerëzimin, të cilën fe Allahu i Madhërisht na dërgoi pejgamberëve një nga një, që nga Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është se na i duam njerëzit, të cilët i ka krijuar Allahu Dhu Gjelal. Edhe përderisa Allahu i ka krijuar dhe i ka krijuar njeriu në formën më të përsosur, siç thot Allahu i Madhërisht në surën Tin, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne e kemi krijuar njeriu në formën më të përsosur. E përderisa njeriu është krijesa më e përsosur dhe më e nderuar nga Allahu Dhu Gjelal, e nga ky lloj jemi edhe ne muslimanët, i duam njerëzit dhe andaj mundohemi që t'i shpëtojmë ata nga ndëshkimi i tyre në këtë botë, nga jeta me vuajtje në këtë botë dhe nga ndëshkimi dhe shkatrimi i tyre në jetën pas vdekjes. Këto janë dy arsyet pse na duhet të gjithë me ndi vetëm borxhli që të i thrasim edhe i ftojmë njerëzit në islam. Shifni tani mëshirën e madhe të Allahu Dhu Gjelal, kujdesin e tij për njerëzimin dhe dashurinë që ka ai subhanahu wa taala për njerëzit. Në çdo epokë kohore, në çdo pjesë gjeografike, Allahu i Madhërisht çoi njerëz të cilët i pajisi me fakte dhe argumente për të ftuar popujt e tyre në besim në Allahun një. Me dëshirë që gjithë ata të bëhen besimtar, të shpëtojnë. Kjo është më një anë. Në anën tjetër, nëse refuzon, kush refuzon, të mos ketë arsye nesër, të thotë që valla unë do të kisha besu, sikur të kisha pas pejgamber në popullin tem. Do të kisha besu, sikur të kishte pas kush më kishte thirrë në besim. E për mos më ndodh ky moment i arsyetimit banal edhe i arsyetimit kohë të njeriu para Zotit ditën e llogarisë, Allah i Madhërisht në çdo popull, në çdo vend, në çdo kohë ka dërguar pejgamber, të cilët e kanë thirrë popullin e tyre
në besimin në Allahun subhanahu wa taala. Dhe nga kjo dëshash gjithashtu mëshira e madhe e Allahut dhe kujdesi i tij për njerëzimin në përgjithësi. Dhe për këtë arsye, do thot kuptimi i fesë se feja të kufizon, se feja nuk le të kënaqesh, se feja ka imponim, janë keq kuptime të njerëzve të nxitur nga shejtani dhe pasioni i njerëzve për ta nxit rebelimin e njeriut karshi Zotit vet. Për shembull, walillahi al-mathalu al-a'la, edhe pse Allahu ta ka shembullin më i lartë. Fëmia i cili është pjesë e një familjes, ka prindë vet, babën dhe nonën, dhe jeton në shtëpinë e babës edhe nonës, nën kujdesin e prindërve, në çdo aspekt, edhe në aspektin e ushqimit, edhe veshmbathjes, edhe trajtimit të sëmundjes së tij, edhe ndihmesës për shkollimin e tij, në gjitha aspektet. Nëse vjen një moment kur prindi i thot, këtu e ki vjen e ku që ki ndalu me këndej, këtu e ki vjen e ku që ki ndalu me këndej. Këto kufizime, a vinë pse ky prind nuk e don këtë fëmijë, apo vinë për shkak se kujdesi prindëror kërkon që t'i caktohen kufi i fëmijës, sepse fëmija nuk din ta ndalë veten e vet ku duhet, edhe nga mungesa e kufive ai ka mundësi me marrë në qafë veten e vet. Edhe asnjë fëmijë, domthonë deri në moshën 18 vjeçare, edhe me ligjet e këtuit, po me ligje islame vazhdesa të është fëmijë një prindi, nuk ka drejt me i dal karshi edhe mu rebelu karshi prindit vet. Sepse mirësit e shumta që i ka gëzuar fëmijë nga prindi vet, e bëjnë atë borxhli gjithë jetës me kujdes dhe me ju nënshtru urdhrave të prindit vet. Megjithëse mundësitë e prindërve janë të kufizuar, edhe kontributi i prindit karshi fëmijës është i kufizuar. Paramendo Allahu i madhreshëm, i cili do më krejt që kemi për të mirave, edhe prindrit këtë rast, janë prej Allahut. Edhe andaj, kur Allahu i madhreshëm me gjithë atë kujdes në nesh, i sakton kufizimet, edhe na jep detyra dhe obligime, këto nuk janë pse ai neve do të na kufizon lirit tona, apo do të na ngarkon me detyra dhe angazhime për të na lodh, jo. Po këtë këto i bën që na me qenë me jetu të shëndetshëm psikofizikisht, me jetu të lumtur dhe të kënaqur shpirtërisht, edhe me jetu, domethënë, duke e dëshmu vetveten dhe suksesin ton të i bo mirë njerëzimit. Edhe na çdorit e ma shumë bindemi se njeriu nuk ka mundësi me qenë i dobishëm për njerëzimin larg islamit. Për shembull, sot në botë trumpetohet vazhdimisht se demokracia është e arritura më e lartë e njerëzimit, dhe se kapitalizmi është sistemi ekonomik më i mirë. Mirë po na vazhdimisht shokohemi dhe bombardohemi me informatat kundërta, që dëshmojnë dhe tregojnë vazhdimisht se kjo s'është e vërtetë, se kjo është mashtrimi më i madh që bëhet domosdoshmë në botë, dhe se demokraci me atë promovim që e promovojnë ata nuk ekziston realisht. Se s'ka liri për të gjithë në mënyrë të barabartë, s'ka barazi, as nuk ka domosdoshmë drejtësi për njerëzit, po i forti ai e bën ligjin edhe ai e komenton ligjin. E i doptit i ngelet me u nështru. Dhe në momentin që nuk nështrohet, atë ngriten lloj-lloj arsyetimesh banale, arsyetimesh të kota për me e sulmu atë popull të shtypur dhe të dopt, për t'ja marrë të mirat që ka dhënë Zoti atij populli dhe atij vendi, për ta nënshtruar vite dhe dekada me radhë, edhe kretë kjo në emën të demokracisë, lirisë, barazisë, përparimit e kështu me radhë. Për me kuptu se, sikur se tash rasti me gjykatën ndërkombëtare për krimen ndaj njerëzimit, kur ka marrë vendim gjykata ndërkombëtare për krimen ndaj njerëzimit kundër Omer Beshirit, ish kryetarit të Sudanit për masakra dhe gjenocide në Darfur, këtë bota thënë po e përkrahim në vendimin e gjykatës ndërkombëtare për krimen ndaj njerëzimit, sepse ai ka bo krime. Edhe u sankcionu lëvizja e tij dhe
prit e shtet që ku të shkojë diku ta kapin ta mshelin burg, ta çojnë në hak vllahaj. Kur mori vendim për burgosjen, gjykata ndërkombëtare për krimin e njerëzimit, për burgosjen e Putinit, kryetarit të Rusisë, për luftën në Ukrainë, këtë bota u çon thanë po na e përkrahim vendimin e gjykatës ndërkombëtare për krimin e njerëzimit, se Putini me të vërtetë ka bë krim duke krijuar agresion kundër një shtetit të pavarur si është Ukraina. Kur e njëjta gjykatë vjen edhe sjell vendimin për arrestimin e Netanyahu dhe Gallantit, domethënë kryeministrit të shtetit okupator Izraelit, edhe ish ministrit mbrojtjes të këtij shteti, tash çon shtetet dhe nëse pranojnë këtë vendim. Deri dje po e përkrahim, duhet mu zbatu, është kjo pika më e fortë e kësaj gjykate, e përkrahim, e përshëndesim, kur vjen puna te një shtet okupator zullumqar, që tash që 75 vjet bën zullum në atë vend, thënë jo, nuk është patjetër me ju nështru atij vendimi, dhe është vendim politik. Për me kuptuar se domethënë forca në këtë rast po e shkel të drejtën. Kurse të na muslimanët, në të gjitha momentet e qeverisjes, ka qenë prej parimeve që kanë dëshmu validitetin e gjykimit me shariat në ato shtete, përderisa ato janë përmbajtur drejtësisë. Ndaj të gjithëve, muslimanëve dhe jo muslimanëve. Dhe në momentin që ka pas vendimet pa drejta prej pushtetarëve musliman, ka shi të qeverisurve jo musliman, është marrë në pyetje pushtetarit musliman dhe është denu. Sikur se keni ndëgjuar në ligjëratat e hoxhallarëve rastin me Amr ibn Asin dhe do thot Kiptianin. Koptët janë krishterë ortodoks që jetojnë në Egjipt. Kopt më një anë edhe sahabe musliman në anë tjetër, i cili ka qenë qeveritar, domethënë guvernatori i Egjiptit në atë kohë. Kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Edhe Omeri radhiyallahu anhu e merr ankesën e koptit, edhe e merr në pyetje Amr ibn Asin, edhe gjykon në favor të koptit. Sepse drejtësia te na muslimanët shifet në këto raste. E Omeri radhiyallahu anhu ku është bërë terbije që mi dhon përparësi jo muslimanit, karshi pushtetarit musliman kur i bëhet padrejti atij, do të thotë qytetarit jo musliman, për hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në mësimet e sabahut, javën e kaluar, 3 derset e fundit domodin kemi folur për këtë hadith, hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi në 2 sahihet e tyre, nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë se kureshitët e bënën çështje vjedhjen e një vajze nga fisi Benu Makhzum dhe kërkonin njeri që ndërmjetësonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mos me dënu atë vajzë. E thanë kush ka mundësi me ndërhyj dhe me ndërmjetësu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thanë nëse ka mundësi dikan me ndëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si raste, atëherë ai është Usami ibn Zeidi radhiyallahu anhu. Tha hibbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, i dashuri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht ju e dini, Usame është rrit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, baba i tij Zeidi gjithashtu ka qenë domethënë ka jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kështu që edhe Zeidi edhe Usamja kanë qenë domethënë shumë dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur e shitët i thënë Usames, shko fol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërhyj. Edhe vjen Usami radhiyallahu anhu, edhe fol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e tashfau fi haddin min hududillah, apo ndërmjetson, po ndërhyn me pengu ekzekutimin, zbatimin e një prej ligjeve të Zotit. Po është ligji jemi, po është i Zotit, ti ke marrë guximin me pengu implementimin, zbatimin, realizimin e një vendimi të Zotit. E u nervuzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qama fa ikhtataba, u çon kam edhe majti një fjalim. E tha: "Inma ahlaka man kana qablakum", popu që ishin para jush janë shkatruar. Pse? Fa idha sadaqa fihim ash-sharif
të rëku, kur vidhte në mesin e tyre një njeri me pushtet, me autoritet, nuk e dënonin atë, e linin të lirë. U idha saraka fihim ad-da'if aqamu alej al-hadd, e kur vidhte nga mesi i tyre njëri i dopt, i ngrat, i varfër, ati ja ekzekutonin dënimin për vjedhje. Ama ky dallim në zbatimin e ligjit ishte shkak që Allah i shkatroi atë popull. Pastaj tha: "Wa ayma Allah." Pasha Allahun. "Law anna Fatimata bint Muhammadin saraqat laqatatu yadaha." Sikur se Fatimja bie Muhamedit të vjedhte, edhe asaj doja preja dorën. Doja shkurtoja dorën. Para mendoni, do ky hadith është esenca e zhvillimit të shteteve, edhe shuplaka më e madhe e zullumeve dhe keq përdorimit të pushteteve sot, të gjithve. Se si vjedhin edhe si bëjnë diskriminim, edhe si zhvillohen shtetet ose jetohet në shtetet me nepotizëm. Mos e ki jemi, mos e ket e kam familje, mos e ki është i njofshëm të une. E ket jo, atë jo, e ka me dënu, vallai ma doptin. Që s'njef kërkan, s'ka kush e mbron, s'ka kush del karshi, me nimue, atë. Andaj Omer radiallahu anhu e pas parasysh këtë rregull që e edukoi me këtë rregull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithë sahabët, kur erdhi puna mes Amr ibn Asit radiallahu anhu me një anë dhe koptit në anën tjetër, i ndëgjoi me vëmendje dhe kuptoi se Amr ibn Asi radiallahu anhu kishte gabu, tha: "Haku është me koptin, gabim është Amr ibn Asi." Edhe kështu ka ecë shteti islam përpara dhe ku ka shku, ka lulëzua i vend. Spanja e sotit, Andaluzia, dhe kur kanë ardhur muslimanët, normalisht kanë ardhur pjesa e khilafetit emevit, pas përleshjeve dhe përplasjeve që kanë pas në Indjen e Mesme. Ata një grup për tyme kanë shku në Afrikën e Veriut dhe pastaj prej atje nga Marokeja kanë dalë në Spanjë, nga Bishun Iberik. Edhe ju e dini edhe sot e kësaj dite, dhe ajo ngushtica mes oqeanit, domethënë Atlantik edhe detit Mesdhe, quhet ngushtica e Gibraltarit. Pse është ngushtica e Gibraltarit? Për shkak se aty domethënë Tariq ibn Ziyadi e ka kaluar ngushticë, edhe ajo kodër është quajtur Jebel Tariq, kodra e Tarikut. E Jebel Tariq arabisht kur e kanë, do thot, shkrujt me shkronja latine, Jebel Tariq ka dalë Gibraltar. Është hekja në fund domethënë, edhe ka met Gibraltari në gjuhën shqipe, Gibraltar domethënë në gjuhën universale, përkthimi ose transliterimi i emrit Jebel Tariq. Dhe kanë ardhur musliman në Spanjë. Edhe sot e kësaj dite historianët që merren me studimin e Spanjës thënë aty ku ka shkel koma muslimane, aty kanë lulëzuar ato vende në Spanjë, nga Bishun Iberik. Ku s'kan deportuar muslimanët, ka me shkëtin. Edhe sot këtë vendet e bukura që janë në Spanjë, janë nga periudha kur muslimanët kanë sundu dhe kanë qeverisë atje. Pse se muslimani e ka obligim karshi Zotit me përhap drejtësinë ndaj të gjithëve njerëzve, musliman dhe jo musliman. Megjithëse sot për shembull mundohet mu akuzu Islami për terrorizëm, për ekstremizëm, edhe për, do thot, dallime në baza të fesë, që këto janë akuza vetëm për me ndal hovin e përhapjes së Islamit. Përndryshe krejt faktet fetare, edhe ato historike, të muslimanëve dhe të jo muslimanëve, tregojnë për të kundërtën, se atje ku qeverisin muslimanët, aty ka lulëzon drejtësia, lulëzon barazia, edhe lulëzon zhvillimi. Edhe lindja e mesme, edhe lindja e largët, edhe Afrika e Veriut, edhe
Gadishulli Iberik, edhe Gadishulli Ballkanik janë shembuj të kësaj situate. Janë shembuj plot histori. Ballkani, edhe këtë kena përmend në shëmsime, Ballkani do të 500 vjet, 600 vjet pushtim prej muslimanëve. Edhe krejt kishat e tyre kanë mbet pa prek. Edhe në numër i madh i popujve të Ballkanit se kanë pranuar Islamin. Sikur të kishte qenë Islami fe e dhunshme, edhe se me dhunë i detyronte me pranuar Islamin popujt, s'kishte me met asnjë jo musliman pa pranuar Islamin deri sot. Se kundër ta ndodhi me muslimanët e Spanjës. Momenti kur muslimanët u larguan prej Spanjës, megjithse do thot bashkë me 25 nëntor ka qenë marrëveshja që ka shkruajt muslimanët me spanjollët, me mbretërin Ferdinand dhe Izabelën për mu largu prej Spanje, ka pas 77 nena ajo marrëveshje. Për t'i rujt muslimanët edhe të drejtat tyre në Spanjë. Mirë po më njëherë mas largimit të pushtetit musliman nga Spanja, fillon inkvizicioni. Edhe shumica prej neve kanë mësuar në për shkolla se inkvizicioni ka qenë kundër shkencëtarëve. Por ashtu të pyetja kush ka qenë shkencëtar në Spanjë në atë kohë? Kanë qenë muslimanët. Bile kur fillon edhe elaborohet kjo inkvizicioni ndaj kundër shkencëtarëve, thuhet ndaj jahudive. A realisht inkvizicioni është bërë kundër muslimanëve. Se muslimanët kanë qenë të diturit shkencëtarët në atë kohë, edhe ata kanë qenë shumicë, kurse hebrejt kanë qenë pakicë. Si për herë në botë. Edhe sot janë pakicë. Edhe inkvizicioni është bërë kundër muslimanëve. Po mblohet kjo si fakt edhe del inkvizicioni kundër shkencës, kundër shkencëtarëve. Jo, kundër muslimanëve. Normalisht pastaj edhe jahudit e kanë pas njëtin fat, po jahudit ku kanë shku për Spanjës në atë kohë? Ku kanë mujtë me shku me gjestrehim? Përsëri kanë shku ka gjestrehim të muslimanët. Do kur janë detyruar mu largu për Spanjës, kanë gjestrehim në Afrikën e Veriut një pjesë, që sot e sa ditën Maroko ki, në më thonë, historikisht jahudi, edhe pranërinë osmane. Përsëri të muslimanët. Edhe kjo është ajo pyetja, dhe më thonë, hamletiane që thuhet, si kur të kishim pas pak moral, ata kur muslimanëve që kishim bo këtë që janë të jabo, tash e 75 vjetë. Se vazhdimisht kur krishterët i kanë maltretu ata dhe i kanë persekutu, të muslimanët kanë gjithë strehim. Edhe andaj, çdo herë që do të shkonte në mend një botë diçka muslimanëve keq, ata do të më kujtojnë historinë e vet, të kalumen dhe mëshirën e muslimanëve të tyre. Po edhe në Ballkan të njëjtë. Kur nacistat gjerman i ekzekutonin jehudit, në Ballkan i mbronin muslimanët, jo ortodoks krishterë apo katolikët. Sepse ata ishin pjesë me fashizat, që të nikë më një anë dhe më thonë për ortodoksve, edhe katolikët ishin të rreshtuar me fashistat, edhe ata s'doshin me një për jahudit. Kush intervenon të me i strehu jahudit, edhe kush e mërë të guximin me rreziku jetën e vetë për me i strehu jahudit, në Ballkan përsëri muslimanët. Muslimanët. E për fakteve historike më interesante se don Einsteini që është emër i madh në mejdanin e shkencës, fizikës, ka udhëtuar prej Shqipërie për në Amerikë. Të shqiptarët është rëhu për shqiptarëve, ka shku në Amerikë dhe është emër, do më thonë që sot shkenca ka pa tjetër me laku si emër në zhvillimet shkencore në lëmin e fizikës. Po edhe Einsteini, sa për informat, ka qenë kundër themelimit të Izraelit në Palestinë, edhe kundër të, në më thonë, asaj që bashkë me forcat okupatore britaneze në atë kohë që kanë okupu Palestinën, me vrau banor vendas, me marrë shtëpiat, me uzurpu pronat edhe me dëbu ata prej shtëpiave të veta. Ndoshta e kena përmend, po tash më suçel muhabeti veç për ta plotësuar. Gjithë banorët e Gazës, gjithë banorët, domethënë, po shumica dërmuese e banorëve të Gazës janë refugjat prej qyteteve të Palestinës që
jahudit i kanë okupu atë dhe i kanë dëvu prej vendeve veta. Për shembull, Askalani është qytet kufi me Gazën, që është në okupim të Izraelit. Jafa është qytet pak më poshtë bregdetar, që është i okupuar prej, domethënë, Izraelit. E shumë qytete tjera për rreth Gazës janë njerëz që do të kanë linë në vendet e veta, ata va kanë marrë shtëpiat, va kanë marrë pronat, edhe i kanë dëmuar dhe ata janë barë, domethënë, prej Askalonit, prej Jafës e prej vendeve tjera e kanë shkuar në Gaza. Edhe shumica dërmuese e banorëve të Gazas janë refugjat prej tokave të veta që va kanë uzurpu, kanë shku në Shkretin, në atë kohë s'ka qenë e banume, edhe e kanë banu me çadra, me kampe. E pastaj normalisht ato kampe i kanë shëndur në shtëpia. Edhe palestinezët, sa për informat, në shumë vende të shteteve për rreth, edhe në Egjipt, edhe në Jordani, edhe në Siri, edhe në Liban, kanë plot qytete të cilat në start i kanë nisi kampe refugjatësh. Edhe masën e, pasi që në kamp për rinë 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, së në vend të gjithë jetën kamp, e nisë me bo një shtëpi dvogël, 1 dhomë, 2 dhoma, 3 dhoma, e pastaj është bo qytet. Edhe në Jordani, edhe në Egjipt, edhe në Siri, edhe në Liban, ki plot qytete me palestines të cilët kanë ikë prej atë dheu të tyre pas dëbimi që va kanë bo dhe i kanë ndërtu këto kampe të cilët i ka shëndru pasaj në qytete. Edhe Gaza është e tillë, domethënë me njerëz të cilët kanë jetuar në qytetet e veta ku kanë qenë den babaden, kanë ardhur, i kanë marrë shtëpiat, kanë marrë tokat, i kanë përzon aty në vendeve dhe këta janë detyruar me ndërtu kampe në Gaza dhe kështu domethënë kanë filluar jetën derisa tash e shkatruan për afërsisht 75%, 80% të Gazës, por ajo që është duke ndodhur, ata s'po kanë sukses me shkatrue vullnetin, entuziazmin dhe imanin që kanë për të jetuar të lirë në tokën e vet. Edhe për 2.200.000 banorëve, ata domethënë megjithëse i kanë myt për afërsisht 52.000 zhdukur e të vramë, edhe 100.000 plagos, po hala domethënë s'kanë mujtë mi shkatrua dhe mi vra ketë, edhe s'kanë me mujtë mi vra kur. Sepse do t'i mund është me a shkatru shpijen, mund është me a prish tokën, mund është mi pos mund është me a marrë vullnetin ose dëshiren për liri edhe për sakrificë. Edhe kjo është ajo që i man ata dhe është duke edhon modelin e një popull të liri dashës i cili sakrifikon çdo gjë për ta fitu lirin e vetë. Do thot, kjo ishte si përmbyllje e atyve momenteve historike, ishim duke folë për Islami që insiston në drejtësinë të gjitha situatat dhe ndaj gjitha popujve. Musliman qofshin ose jo musliman, për dallim prej politikave të shteteve perëndimore tani dhe atyre që promovojnë zhvillim, progres, përparim, se si janë diskriminator, domethënë, dhe janë padrejt karshi domethënë situatave në botë. Për shembull, përderisa këtë perëndimi për krah Ukrainën në luftën për shtetin e vet, dhe dalin karshi Rusisë, të njëjtit janë me Izraelin në zullumin që japon popullit vendas Palestines. Jo tash po, megjithëse për Palestinën, sa për informat, ka me 10 rezolutat Kombeve të Bashkuara, që janë obligative për këtë shtet okupator izraelit. Po këtë rezultat që janë pru, asnjë rezolut se ka zbatu shteti okupator izraelit. Për me kuptu se do thot Kombet e Bashkuara, jo një shtet 2. Edhe Amerika ka votu atë rezoluta. Bilem, për 1917, kur ka fillu muhabeti për Palestinën, premtimi i Belforit, e deri në 1948, kur është shpall 47, kur është fillu edhe 48, kur është shpall shteti Izraelit, ka rezoluta domethënë që me garantue shtetin e Palestinës. Deri në marrëveshjen e Oslo ose marrëveshjen e Madridit, këtë aty parashihet shteti Palestinës. Paramendoni 75 vjet edhe vazhdimisht sabotohet
themelimi ose pranimi I shtetit Palestines, që me konë shtet I plotfuqishëm, me administratën e vetë, me policinë e vetë, me ushtrinë e vetë, pse nuk lejohet mu bo shtet, sepse ata e din se plani I tyre nuk është veç kjo pjesë që kanë okupuar nga Palestina, po plani I tyre është prej lumit deri në lum. Edhe kjo, domethënë, në paret e tyre, banknotat e tyre, monedhat e tyre të hekurit janë, e kanë përbrapa domethënë këtë hartën e okupuar të tokave muslimane, që prej te Nili e Eufrat deri te Nili prej te lumi Nil deri te lumi e Eufrat, edhe deri në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për ta marrë ata Khajberin e të mërin deri te kalajat fortifikatet e fisit Benu Kurejda, që kanë qenë domethënë në Medinë. Kjo është plani I tyre, dhe andaj ata për shembull në kushtetutën e tyre nuk kanë përcaktim gjeografik të kufive të shtetit tyre. Kushtetuta e shtetit okupator izraelit nuk e ka rumbullaksu kufirin, se në kushtetut, për shembull, Maqedonia është shtet, shembull, me kufit e vetë të caktuar. Edhe janë të përcaktuar me kufit. Izraeli nuk I ka të përcaktuar me kufit. Pse? Sepse, domethënë, nuk është kjo hartë momentale, harta definitive përfundimtare. Po, ka nevojë mu ndryshuar, dhe andaj, për shembull, nëse e përcjellni atë që ndodh tash në Palestinë, deklaratat e ministrave ma ekstremistë që janë pjesë të këtij kabineti qeveritar, thënë që duhet me I marrë edhe bregun perëndimor. Këtë qytetet edhe fshatrat që janë bregun perëndimor duhet me I uzurpu, duhet me I kolonializu, duhet me I okupu. Edhe aty me ndërtu koloni hebreje, edhe musliman me I përzampi aty. Normalisht, edhe Kutsi Jerusalemi, si pas planeve tyre, domethënë duhet të prishet xhamia, të shembet xhamia, edhe xhamia Mesjid Aksaja, edhe xhamia Kubet e Sahra, domethënë kubeja e shkëmbt, duhet prishen, edhe keqja ka ai territor për mi ku falen musliman, duhet bëhet faltore për ta. Edhe ju e dini ta shkon e fundit se shumë shpesh grupe domethënë të hebrejve ultra-ortodoks futen në xhami për të kryer ritualet e tyre fetare dhe për t'i penguar muslimanët në namazet e tyre. Por kjo është prapavia e politikave të jahudive në lidhje me Palestinën dhe padrejtësia e tyre dhe shteteve që I përkrahin ata karshi popullit palestines, në veçanti dhe karshi këtë banorëve jo jehudi që janë në Palestinë. Ju e dini shumë mirë se ata do thotë I trajtojnë keq edhe krishterët, ortodoks qofshin apo katolik, apo çfarë do kishte që është aty, jo vetëm muslimanët. Dhe andaj krishterët se organizohen tërësisht me muslimanët në kauzën e tyre, sepse e shohin për çdo ditë, do thotë diskriminimin edhe arrogancën edhe zullumin që jehudit ja bëjnë gjithë jo jehudive që jetojnë në Palestinë. Pra ishim duke folë pse na duhet t'i thrasim njerëzit në Islam, sepse e duam Allahun edhe duam njerëzimin, e para dhe dyta sepse Islami vetëm Islami ofron zhvillim të jetës me drejtësi për të gjithë popujt, musliman dhe jo musliman qofshin ata, dhe për këto arsye dhe luftohet Islami sot, edhe normalisht gjejnë vazhdimisht argat të cilët vendosen në shërbimin e këtyre agjentave të luftohet Islami që të pengohet sundimi I drejtësisë anë mban botës. Normalisht komunikimi I Salihut me popullin e vet nis nga një parim bazik, edhe kjo është një prej metodave të davetit që na duhet me pas parasysh, mja kujtu popujve në përgjithësi e çdo njeriu në veçanti dhuntit e shumta që Allahu na jep vazhdimisht. Edhe prej këtu I do të me nis komunikimin, edhe janë gjëra të rëndomta, po kemi nevojë na me ja përsërit vetvetes. Tash du me përmend veç një fakt që na para 3 viteve e përjetuam, do thot, rëndësinë e kësaj dhuntie sa është e madhe. Puna e oksigjenit. Edhe frymarrja e lehtë edhe e lirë e njerëzve.
Kjo është dhunti për Allahut. Në dy aspekte. E para, se oksigjeni është me bollok, elhamdulillah, pa kufizime, nuk blehet me para, është me bollok. Dhe e dyta, kemi mushkërit e shëndosha që mundemi me e përthith oksigjenin me kollajllëk, me lehtësinë më të madhe. A që e dipim në mund me nga kaldu se qëfar nimeti është mi pas mushnit e shëndosha. Kur do të bëhet ajri të na i ndotur edhe me lagështi, e shef a që e dipin që merr frym si të dhonë shpirt, edhe thumë vetë elhamdulillah Allahut që mi ka dhonë mushnit e shëndosha, e unë nuk e vuj si e vun aj. Me pa me sy. Edhe andaj na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të shohim dikën të sprovuar me një smundje me thonë çka? Kush e di? Alhamdulillah alladhi afana mimma ibtalahu wa faddalana ala kathirin mimman khalaqahu tafdila. E falenderojmë Allahun i cili nuk na ka sprovu me atë që ka sprovu këtë, dhe na ka nderu dhe na ka ngrit mbi shumë krijesa me nderimet mëdha. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e shef një njeri të sprovuar me një smundje, me një gjendje sprovës, dhe bën këtë dua, sigurisht Allahu ka me mbrojt nga ajo sprovë. Edhe andaj kur e shef një sprovuar, bën dua që Allahu më trujt e mos më sprovu me atë sprovë. Pse? Se dikujt Allahu ja çon një sprovë, e ajo është sabërli, durimtar. Edhe ai fiton për asaj sprovë. Po njëjtën sprovë me ta çu ty, ti ndoshta nuk e ke njëjtën sabër. E kjo sprovë bëhet edhe sprovë më e madhe për ty në momentin që s'ke sabër ka asaj sprovë. Ishte sprovë në shëndet, me mungesën e sabrit u bë sprovë në çka? Në iman. E me sprovu Allahun pasuni, e me sprovu Allahun shëndet, e me sprovu Allahun familje, këtë janë të ronda, ama janë shumë më të lehta se me sprovu Allahun në iman. Edhe andaj mos kërko sprovë për Zotit. Po kur ta shef që ka sprovu, as mos e përqesh, as mos e tall, po thuaj elhamdulillah Allahu që s'm ka sprovu mua ma që të ka sprovu ty. E normalisht Allahu është i gjithdijshëm dhe është i urtë. Kur e sprovon dikë me një sprovë për një prej dy arsyeve, ose e din se ka iman edhe sabër, e sprovon edhe kjo nuk ja lidh, nuk ja dridh imanin atij, nuk ja lëkund durimin atij, edhe e sprovon edhe ai normalisht fiton pjesë e sprovës. Ose tjetrin e sprovon se e din se ai ka gjunahe, e ka nevojë domodin me lapi gjunave, ja çon një sprovë me lapi gjunave, që me qenë më i lehtë Allahu xhelal pe gjunave dhe më i rënd me sevap. Ose nuk është as i pari as i dyti, Allahu na ruaj, është i treti që ai e meriton si ndëshkim për të që në dunja, Allahu me dënu me sprova, e pastaj me vazhdu me sprova e tjera edhe më të mëdha në ahiret. Allah na ruaj. Inshallah nuk na sprovon asnjëherë me këtë llojin e tretë provave, po nuk na sprovon me sprova hiç. E nëse na vijnë sprovat, inshallah na bën durimtar e na nxjerr faqebardh për këtyre sprovave. Andaj, kemi nevojë na shpesh me i kujtu mirësitë e Allahut xhelal, dhuntitë e tij. E përmenda si shembull oksigjeni, edhe mushknit. Që këtë për çdo ditë na, domethënë bëjmë me qindra mijë herë frymëmarrje. Marrim frym edhe shojmë frym. E me thonë sa herë marrim frym, me thonë elhamdulillah, sa herë du të me thonë elhamdulillah. Shumë. A mripna me thonë aq herë elhamdulillah sa marrim frym, s'mrim. E kuptoni tani se të mirat e Allahut janë shumë më shumë se falëndrimi jon. Edhe andaj na kemi nevojë këtë folim me njerëzit vazhdimisht t'u kujtojmë atyve të mirat e Zotit që na kanë dhënë gjithëve. E shëndetin përgjithësi. Ditët që kemi shëndetit janë shumë më shumë se ditët që kemi atë sëmura. Edhe kur ti jesh i smund, kujtoj i ditë e shëndosha
që ta kuptesh të këto ditë e smunda për ty janë ditë kufizume, ditë numërume, edhe nuk duhesh as pak më shqetësu, përkundazi duhesh edhe më tepër me falëndru Allahun, edhe me qenë mirënjohës ndaj tij, edhe me shtu adhurimin ndaj tij subhanahu wa taala. Normalisht koha që keshim disponim na përfundoi. Filluam disa sharime, do thotë sipërfaqësore të këtyre ajeteve. Pjesët tjera dhe sharimin më detaj inshallah taala vazhdojmë deri në ardhshëm, duke lutur Allahun të na jepë të dobishme dhe vepra të mira, të na japë sinqeritet në fjalë dhe vepra. Dhe ashtu si ne ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto mësime dhe për të marrë këto porosi, Allah i madhëshëm na bashkoft me pejgambert e tij në xhennetul Firdaus, në veçantë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.